Por një incident ka ndodhur sot përgjatë zhvillimit të mbledhjes jashtë radhe në Këshillim Bashkiak të Vlorës. 2 të rinj janë futur në brendësi të sallës së mbledhjeve. Njëri prej tyre është konfliktuar dhe me këshilltar. Ai ka nisur të debatojë me ta, t'i fyej dhe shaj, pasi sipas tij, banorët i shprishur shtëpia pikërisht në rrugën që lidh portin me Transballkaniken dhe ende pas 5 vitesh ai nuk është shpronësuar. Në dalje nga salla e mbledhjeve, i riu është shprehur për mediat. Problemi është që kanë 5 vjet dhe nuk puna shpronëson asnjëri. Disa pjesëtar aty i kanë marrë, disa të tjerë jo. Ku jeton? Te porti? Po, te porti. Tani janë pa banja sfare unë qa jetoj. Ma kanë pri shpine dhe lekët s'mi kanë dhënë. Tani është normale kjo gjë. Kam komunikuar me të gjithë të shtynë. Thonë, unë nesër e ke gati, më thonë. Pas nesër e ke gati. Iki pas nesër më thonë, po ishte janë në mbledhje. Ditën tjetër më thonë, po kemi në mbledhje ne. Tani ama shik, unë s'dua t'ja di qa mbledhje shkeni ju. Se këto janë midis jush. Unë si qytetar kërkoj të drejtën time. Kanë fol, pritjet janë skandaloze, janë manipuluese. Kur të prish shtëpia, çfarë ju thani ju? Kur të prish shtëpia, era dakord për dëshpërbim apo nuk po diskutuar fare? Nuk prishim shtëpi pa marrë asnjëri shpronësim. Tani, vajteni prishëm, edhe shpronësimi nuk ka dhe asnjëri. Vajte me kërkuam i thënë si i bë to prishje, asnjëri nuk theu përgjigje. Do me thënë avash, ka shtet, nuk funksionon asgjë. Sa janë si puna juaj? Që kanë të problem. Janë gjithë plazha mua, janë 25 veta. Keni zgjedhur një mënyrë sot të hyni me dhunë në Këshillin Bashkiak. Po. Nuk ju kanë pritur çfarë kanë ndodhur para. Kanë pritur asgjë, vetëm kalojnë, ana shkalojnë. Banesën e kemi pas te porti te. Po. Çfarë sipërfaqe dhe sa ju është ofruar dëshpërblimi? Dëshpërblimi është skandaloz, 520 euro metri. Me ato lek unë s'blej dot as shtëpi. Unë mirë që i thash s'blej dot as shtëpi, po i thash pak të nëm këto, që kap çat kapësh në fund të fundit, se jetojmë në një shtet skandaloz. Jetojmë në një shtet ku se e drejta nuk funksionon. Qytetari ndërkohë nga ambientet e Këshillit Bashkiak të Vlorës është shoqëruar nga policia për në komisariatin e Vlorës.